duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon. Është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë dhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës dhe sidomos të asaj portuale e Royal Asconic nga Olanda. Një garë e jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por e monitoruar nga anët e zhëja nga konsulenti Royal Asconic përsëri dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë, por një gjë dua ta them këtu. Ata që e luftojnë projektin, ata që s'po lënë gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam të C-ja.